Përshëndetje gjithëve. Farikisht e kemi marrë të turin e takimeve dhe normalisht që bujësia është një nga rolet të cilët ne këtu nga zemra e bujësisë në Lushnjë. Është shumë e rëndësishme ta themi se kemi në sipërfaqet më të mëdha të mbjella të tokave, por edhe të punimit të cilët me punën tuaj ka arritur që të rritemi vit pas viti, qoftë në sera, qoftë edhe në përpunimin e tokës apo të sipërfaqeve të mbjella me arrore dhe me kultura të tjera. Këtu kemi disa modele të cilat duhet i përmend që në faktin që ne kemi mbështetur faktikisht edhe nga paketa e mbështetjes nga ZBR-ja, që tashmë në masat e reja që ne kemi vendosur duke pasur parasysh edhe të rinjt që i mbështesim me 10.000 euro grande nga ZBR-ja drejt për drejt për të rinjt, që është një masë e re për ne dhe masat e tjera siç përmendim edhe mbrojtjen biologjike që është e rëndësishme ta themi për sigurinë ushqimore. Mbrojtja biologjike është shumë e rëndësishme për një kapitull të ri që ne duhet futemi. Sot kemi mbi 10%, më themi, por duhet ta çojmë që deri në vitin 2027 arrijmë në 40 deri në 50% të mbrojtjes biologjike në total, për shkak të rëndësisë që ka dhe prodhimit të cilët bëhet me kushte më të sigurta, por edhe ndaj raportit që kemi me sigurinë ushqimore. Masat e reja të cilat ne mbështesim janë gjithashtu edhe në serat në 50%, por edhe ndaj produkteve të cilat mbështesim vit pas viti. Dua të theksoj këtu mbështetjen e cilët ne ulim koston për çdo sipërfaqe të mbjellë. Një shembull i cili e kam marrë edhe në vende të tjera, dua ta përmend edhe sepse ka një diskutim i cili lidhet me mbështetjen që ne japim për faktin e uljes së kostos. Nëse deri vitin e kaluar kemi marrë një masë e cila deri në 2025 300.000 lekë të vjetra në sipërfaqe të mbjella me 1.5 hektar, siç e kemi dhënë dhe shembuj të tjerë për naftën, kjo arrihet që këtë vit vetëm me faturimin i cili ne kryem, 10% të faturimit që ne duhet i paraqisim tek tatimet çdo 6 muaj për të marrë këstet të cilët ne do t'i vlerësonim shumë nëse ju do t'i mblidhni dhe t'jeni të formalizuar. Është e rëndësishme ta themi sepse kjo bëhet fjalë për një etapë të re. Sot ne prodhojmë shumë dhe ne duhet të formalizohemi. Formalizimi krijon një zinxhir ekonomik ku nga 300.000 lekë të vjetra vitin e kaluar, këtë vit vetëm me faturimin që ne kemi një shembull me kivi apo edhe në sera që e kemi me këtu është një sipërfaqe konsiderueshme, por 7.000 deri në 8 milion lekë të vjetra, gjithmonë vetëm me faturimin, nga 300.000 lekë në 8 milion lekë. Është një diferencë e madhe dhe kjo duhet thënë për të gjithë, për ta kuptuar rëndësinë e mbledhjes së faturave dhe depozitimit të tyre ndaj tatimeve që ne kemi vendosur për t'i grumbulluar dhe për t'i mbledhur për të faturuar ne nga ana e Ministrisë së Financave. Dhe kjo është e rëndësishme të themi, nuk është në masën e mbështetjes 52 milion euro ndaj buxhetit të Ministrisë së Bujqësisë, por është midis Ministrisë së Financave dhe ky është një buxhet i shtuar nga 52 milion euro. Pra nuk kemi vetëm 52 milion euro për të mbështetur ndaj subjektit që ne kemi apo agjencisë AZBR-s. Kjo është një masë tjetër ekstra që do të mbështetet dhe është e rëndësishme që ne të ulim koston për prodhim. Dhe të gjitha këto masat mbështetëse janë tek AZBR-ja. Pjesa tjetër që ne mbështesim për naftën është një mundësi që ju gjithë bashku duhet që të krijojmë atë faturimin për të marrë dhe për të arritur që ne të përfitojmë dhe të përthithim qoftë nga fondet, por edhe nga faturimi, autofaturimi që ne do të marrim her pas here. Kjo është për të thënë jo vetëm tek kivi, jo vetëm tek sera, për çdo produkt i cili ne çojmë në treg. Duhet marrim autofaturën dhe të përfitojmë nga mbështetja e qeverisë shqiptare. Dhe këto masa janë për ta çuar bujqësinë në një etapë të re, në një fazë të re, të cilët ne jemi duke shkuar drejt anëtarësimit të Bashkimit Evropian dhe në një treg i cili është aq i madh ndaj BE-s, ne do të konkurrojmë sot me cilësi dhe me sigurinë ushqimore, ku
ne prodhojmë sot në një sasi, vetëm vitin e kaluar kemi çuar mbi 330.000 tonë në eksport. Por pa harruar faktin e atyre prodhimeve që kemi në tregun vendas. Dhe kjo krijon një ekonomi akoma më të madhe ndaj qeverisë shqiptare. Pa harruar faktin që ne duke punuar me bashkinë, duke kemi një model që po krijojmë edhe me klasterin e Vajit të Ullirit, me bashkinë ku duke punuar me 17 përpunuesit e parë të Vajit të Ullirit, do të krijojmë një ekonomi të re për sektorin bujqësor. Është e rëndësishme ta themi, duke u bashkuar dhe krijuar SHBB-t ne në çdo bashki, nga llogaritë cilët ne kemi arritur të mbledhim, 25% deri në 30% humbim nëse ne nuk bëhemi bashkë. Humbim sepse prodhojmë vetëm dhe shesim vetëm. Nëse prodhojmë vetëm sot, shesim së bashku me jetë në mes si faktor për të qenë garant i durës, pa arritur që të jetë pjesë e përfitimit, por e mbështetjes që fermeri të jetë i garantuar në atë shitje. Dhe në eksportet apo në atë çfarë ne shesim brenda vendit, është e rëndësishme që pikat e grumbullimit dhe ata që janë tregtar më të mëdhenj, duke arritur që ju të bëheni bashkë, ne sot do të jemi në një fazë të re ku bashkia ka arritur që të krijojë një rol të mirë në këtë marrëdhënie. Ne do ta krijojmë në çdo bashki, dje vim nga një model në Berat, por kemi në Dibër të ndërtuar me fruta perimet dhe këtu do ta bëjmë edhe ndaj laboratorëve të cilët bashkia ka marrë përsipër të ndërtojë në këtë SHBB, por dhe laboratorin i cili në qarkun tuaj do ndërtohet që e kemi të planifikuar për fruta perimet. Dhe është e rëndësishme të themi që ne do të kemi këtu një laborator për të pasur në një zinxhir sa më të sigurt në sigurinë ushqimore, në mënyrë që mos kemi më ato problematika që mbase na dalin gjatë rrugës, jo për fajin tuaj apo dikujt tjetër, por për afatin e karencës që ne duhet të respektojmë në mbledhjen e produktit kur e çojmë në treg. Dhe siguria ushqimore tashmë ka krijuar një model dhe një mundësi të mirë ku ne jemi në terren për të verifikuar dhe për të pasur ne mundësi që së bashku të krijojmë atë urën e komunikimit midis atyre detyrave të lëna edhe nga BE-ja që ne jemi në fazë kategorizimi, mund të themi që e kemi lidhë së bashku me fermerët këtë pjesë ku biznesi i madh apo pikat e grumbullimit apo sektorët të tjerë të bujqësisë të krijojnë një zinxhir akoma më të mirë ekonomik. Është për të thënë dhe dua që si Bashkia e Lushnjës, e Beratit, e Dibrës dhe në shumë bashki që ne do të jemi tashmë në territorin e Shqipërisë, po krijojmë këto mundësi ekonomike SHBB-je ku mund të themi që nëse nuk jemi bashkë, po përsëris, është 25 deri në 30% humbje nëse jemi veç. Nëse bashkohemi, krijojmë një ekonomi deri në 30% më shumë, duke pasur parasysh këtë bashkim që duhet krijojmë së bashku. Shumë faleminderit.